Aty nuk ka qenë një takim ku është bërë një marrëveshje për narkotrafikun. Aty ka qenë një takim ku është biseduar për të bërë biznes dhe për të investuar në projekte të mëdha biznesi në Republikën e Shqipërisë. Kryesisht ndërtim apo? Kryesisht në turizëm dhe në ndërtim. Sepse njëri nga personat që ishte aty ishte Artur Shell, i cili ka shumë sipërfaqe toke në Jugonë, për rasti Zvërnecit, kjo ka qenë para Zvërnecit. Madje disa nga personat që shkuan në Europë kanë kërkuar në atë kohë të ndërtonin një hotel me një vlerë diku te 35-40 milionë euro në Zvërnec. Dhe zotreu ka thënë që unë kam një projekt goxha më të madh, që është projekti që ne po shohim sot, sepse nuk ka limë brenda ditës, është goxha në kohë, dhe ka thënë që nuk kam interes për këtë lloj investimi, sepse më prish projektin e madh, por kur të filloj projekti i madh, nëse doni të përfshiheni në atë si investim, ju mund të futeni ose si blerës të një, sepse projekti fillestar, aty ka patur në plan të dotohen 12.000 apartamente. Pastaj janë 2 mole, aeroporti është vetëm 10 minuta afër, pra që fillim kur është fol për Sazanin, kam ditur që Sazani është një fllucë e madhe, sepse infrastruktura në Sazan nuk të lejon ty të bësh sot një resort dhe kostoja që ta kthesh Sazanin në një resort turistik është shumë e madhe. Dhe duke parë logjikën e biznesit që bëhet në një vend si Shqipëria është që të investohet në një vend ku fitimi të jetë i madh dhe ta marrim në një kohë sa më të shpejtë. Dhe Zvërneci i plotson këto kushte, sepse ka kollaj dhe infrastrukturën e arritshme. Shiko, kohën e komunizmit ditë shumë mirë që ushtria shqiptare çonte në çdo 2 ditë një cistern me ujë që të mbante. Po s'ka ujë pishëm. Pra një vend që s'ka ujë, shumë i pafavorshëm. Unë kam marrë vesh, nuk e di a ke dëgjuar ti, po në Shqipëri ka qenë një projekt për të ndërtuar një resort identik si Palma në Dubai. Pra do të ndërtojë në det, që të mos kishin edhe problem. Po. Dhe ka qenë në zonën midis Golemi dhe Durrësit. Aty deti është i cekët, ti pas qytetit Bregu i Tretë. Dhe ideja ka qenë që të ndërtojë një resort identik, i ngjashëm me ato që janë bërë ishte artificial në Dubai. Në Gjirin Persik. Janë bërë 2 palme, se palma e parë tani është bërë edhe tjetër. Dhe tani po shikojnë dhe problemin, edhe aty ka probleme. Pra, ideja ka qenë e tillë dhe ka qenë gati drejt miratimit. Por për fat ndodhi diçka te financimi, sepse ajo kushton. Por sigurisht do të ishte një me kam atë projektin, se si ka qenë planifikuar të bëj, dhe ti prap do pyesësh që ora nga e mora veshun që do bëj ajo gjë. Sepse këta të Ekuadorit, ku ka sa më i madh është projekti, ai më shumë shanse ka për ata që të investojnë, që të fshehin para. Dhe duke patur parasysh batutën që kryeministri tha vetëm para jave, i tha i gazetarit duke thuaj, i tha, a pastruan para në Londër? Mbretëria britanike ka disa nga zonat offshore sot në planet, po është mbretëria britanike. Po, atyre i lejohet. Ai ishte i madh. Sepse kanë kontroll. Ai ka ishujt Virgin, ishujt Cayman, ai ka zonë offshore brenda në Londër. Presupozohet që kanë kontrolle më të forta. Jo, nuk është çështje kontrolli. Për shembull Dubai për mua, nuk kam shkuar për të parë në Dubai. Unë jam edhe shkova më çka që në Panama City. Panama City është Dubai viteve 70-80. Derisa presidenti Clinton vendosi të ekstradonte Noriegën dhe ja mori gjithë paratë. Pra, po të shikosh kullat në Panama City, janë fiksi Dubai, po janë iPhone 6 dhe iPhone Pro Max 17 që është sot Dubai. Pra, Dubai më është dukur fundi i botës. Nëse do më pyesësh mua si imagjinoj fundin e botës, për mua është Dubai. Aty më duket një çmenduri, si njerëzimi mund të shkojnë atë pikë. Ka vetëm shkretë të tjerë, edhe xhama. Dhe ai deti atje që është si govat, i shëmtuar dhe në ngjyrë dhe në i ngrohtë gjithkohë, dhe pastaj ka vetëm kulla pafund, qyteti që është pothuajse në mjegull, është i pajatueshëm, temperaturat e janë zakonshme dhe qen pikë mëngjesit aty importohet çdo gjë. Çdo gjë nga çdo cep i planetit. Dhe u lejua si një valvul shkarkimi që paraja e korrupsionit dhe e krimit të organizuar të vendosë aty vetë Emirati Dubait. Pra është një nga 7 emiratet që nuk ka hidrokarbure, nuk ka naftë. Naftën e ka Abu Dhabi. Po si e gjetën ata? Krijuan atë lloj. Ktu ka qenë Panama City. Por Panama City sot çfarë ishte? Një qytet normal, kishin ngelur vetëm kullat në ajo kohë dhe nuk kishte më vlerën dhe interesin që patur dikur. Dubai, ku janë hedhur të shumë para të krimit organizuar shqiptar, pra Dubai është një derisa ta lën fuqitë më dha. Okej. Është një offshore i madh. Që të shkojmë drejt mbylljes, se Dubai është edhe kjo që do ndërtojnë në Durrës. Folëm gjatë se kishim kohë të flisnim shkurt. Po pikërisht, iram gjatë se të dilte koha për shkurt, po. Si është perspektivën e
këtyre dy industrive, pra të ndërtimit dhe turizmit në Shqipëri, përtej gjithë problematikave që trajtuan? Shiko, unë mendoj që të dyja këto industri nuk është se janë të pashpresa për mua. Sepse për fatin tonë, Shqipëria gjeografikisht ndodhet në një zonë, dhe kjo për them është bekimi më i madh që kemi ne nga Zoti, është që ndodhemi pikërisht ku ndodhemi. Pra jemi në Europë. Dhe përveç se jemi në Europë, jemi në trekëndin e artë. Midis 3 destinacione më të vizituara në botë. Itali, Kroaci, në Greqi. Kushdo që do vi vërdall nëpër këto, do hidhet ta shohë edhe këtë vendin tonë. Ta fusin listë. Po, jo, ne praktikisht jemi në listë, pra ata do të hedhin një sy. Aftësia jonë do jetë që ata që do vinë këtu mos kalojnë tranzit. Ata duhet të rrinë, të ndalen, ta shijojnë. Ta gjejnë sa më shumë para. Dhe të lëmë para këtu. Dhe kjo do të jetë kjo sfida. Rama sot kështu po justifikon Zvërnecin. Thotë që ne duam turizëm elitar. Por në fakt, thash, ne të qenë gjeografikisht në këtë pozicion, unë mendoj që ky është një avantazh i madh dhe ne duhet ta shfrytëzojmë. Kushdo qeveri që do jetë. Apo e shfrytëzojmë dhe a do ta shfrytëzojmë? E kemi shfrytëzuar deri tani, kemi përfituar prej saj, por kemi kaluar në abuzim të kësaj gjës, sepse ne sot kemi më shumë vizitor sa që kemi kapacitete të mbajmë. Pra, ti nuk ofron dot shërbim dhe shërbim cilësor për një fluks kaq të madh turistësh. Po them unë kam qenë. Por shqiptarët janë ambicioz, edhe punëtor, tani që po pasurohen akoma më shumë. Problemi këtu Fredi është që në këtë industrinë e madhe që po zhvillohet, shqiptarët duhet të jenë sa më shumë aksioner, pronar dhe përfitues të saj. Po nuk janë shqiptarët, cila është e mira që kemi ne. Pra, nëse ndërtohet një resort, një kull, do të thotë që mos vi kapitali i madh i huaj. Kapitali, unë po them, nuk është problemi apo vjen kapitali. Kapitali duhet vi, po ne duhet ta kthejmë atë kapital në të mirën tonë, në të mirën kapital. Kjo është sfida. Pra, nëse ne kjo është sfida që kemi. Nëse ne japim një leje për një kull të shtrirë horizontale në Bregdet, ky resort aty duhet të jetë i furnizuar nga bujqësia shqiptare, nga blegtoria shqiptare, krau i punës do të jetë nga rinia shqiptare, dhe kjo kthehet në të mirë të vendit. Në qoftë se ai merr, siç kemi në resortet sot, pjesëmirë kanë të huaj ata. Cili është përfitimi? Pra, në qoftë se ne sot s'kemi bujqësi. Në ritmin që kemi, badje kemi të kurrje. Pra, zinxhiri i furnizimit ushqimor, pra, vizioni që duhet të ketë ai që kalkulon me bojra vaj, pra bën telajon atë sipër, ngjyros telajon, vizioni do të jetë ky. Si ta kthej këtë që ne sot jemi në destinacion turistik. Domthon, kjo është një gjë e pashmangshme. Por miqtë e mi për shembull që vjen nga të huaj, thash koleg gazetar. Dhe ai ka parë në media çfarë ka propaganduar qeveria shqiptare dhe ka bërë fushat shumë të mëdha. Ai që ka pelet. Ndaj një film mirë algoritmin atë. Por ai ka lexuar dhe ka parë që i është thënë që Ksamili dhe ato ishujt aty janë Karaibiet e Shqipërisë. Ai shkon atje dhe shikon 3 ishuj kaq të vegjël. Po kaq të vegjël. Sa Kroacia sa ka Kroacia 1700 ishuj, apo Greqia që ka vetëm në Egje, nuk po them në Jonë ku diun ato të tjerat, që ka mbi 3000 ishuj, ai thotë, "Më fal, po. Një herë mund ta gënjesh tjetër." Moment, se ai që shkon aty, e sheh sa është Ksamili. Pra, Ksamili aq i vogël nuk mund t'i thifi dot aq shumë para sa duam ne në Shqipëri. Pra, që ne ta kthejmë Shqipërinë në një Ksamil, se i ka bukurit. Pra, ne jemi një vend që ti mund të jesh në Bregdet dhe për një orë e gjysmë, ti mund të jesh Maltomor në lartësinë 2000 metra. Pra, mund dalësh në Pogradec. Mos shkoj larg e ke Llogara. O erdha se Llogara është zonë elite. Bë plazhin atje dhe ngjitesh Llogara për 5 minuta. Që kur ka ndërruar jetë dhe Sofo atje, Sofo i famshëm. Po. Dhe unë në tunel kam shkuar vetëm një herë dhe e kam bërë kështu me që s'do shkoj më tek ai tuneli, u bie nga lumi i Vlorës. Je optimist për industrinë e ndërtimit dhe turizmit në Shqipëri me pak fjalë? Për fat mirë, thash ne na ndihmon geografia, vendi ku ndodhemi, po edhe gjeopolitika. Okay. E para, e dyta, jam optimist, sepse jemi në vendin e dur, jemi në kontinentin e dur, vazhdon të kelet kontinenti. Jemi në kohën e dur. Më i mirë për të dur. Dhe jemi në zhvillim e sipër. Pra, jemi po duhet marrim vendimet e dura,
që ta përkthejmë këtë në një të mirë afat gjatë, jo afat shkurtër. Dhe në një të mirë që të shpërndaj para në sa më shumë shqiptar, jo në pak duar. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, të mirat e resurseve që ka vendi, duhet i kenë sa më shumë shqiptar, që të mos ikin të rrinë këtu. Është një vend kaq i bukur. Pra gjithë shqiptarët mundësisht të bëhen bashkëaksioner në kuptimin. Po, ky është vendi që ne të jemi këtu dhe të evoluojmë, të përmirësojmë kushtet e jetesës, të kemi një jetesë më të mirë.